dhe që i kanë vënë në dispozicion të publikut. Qoftë përgjegjësia administrative dhe penale, pa ajo që është kryesorja është për të kthyer situatën në normalitet. Sepse ky është një procedim i vitit 2023 dhe ne si mbrojtje nuk kemi absolutisht asnjë material. Kemi vetëm vendimin e parë të caktimit të masave të sigurisë, ndërkohë sot unë erdha për të parë dhe nëse është zbardhur vendimi i pyetjes së pandehur mbas të neni 248, i cili akoma nuk është zbardhur, dhe në këto kushte mbrojtja është e paralizuar dhe është në kushtet e një terri të plot informativ lidhur me materialet e dosjes. Kaq, ne kërkojmë më elementare për të mbrojtur dhe për të ushtruar mbrojtjen tonë ndaj klientit tonë. Zotja Xhia, ku ndodhet zotja Agasi? Ju tha që ka shkuar për të bërë një kontratë. Ai ka firmosur atë kontratë, a do dorëzohet? Po, mora vesh se keni shumë problem këtë pyetje dhe unë do ta jap këtë përgjigje. Tashi, zotja Agasi, siç e kam bërë dhe me dje, me informacionin që kam nga familja, nuk ndodhet në Shqipëri. Por nisu nga kjo situatë, e cila është një praktik që mbarset opinioni dhe ngrihen akuza që janë absurditete që ta akuzosh një person i paveshur me pushtet për veprimtaritë pushtetit, si janë shkelja bazisë të shtetasve në tender, apo heqja e palishme e lirisë të një personi për shkak të mos pjesëmarrjes në tendera, në një kohë që zotja Agasi nuk ka asnjë aktivitet dhe asnjë lidhje me tenderat në aksh. Duke ardhur tek përgjigjja e pyetjes tuaj, ju bëjmë dije se zotja Agasi i ka mbaruar punët e veta, por në këtë terren vetëm po të jetë një njeri që do që t'i hedhin çelësin në det, mund t'i vijë dhe të paraqitet në organet e drejtësisë. Dhe kjo situatë e cila është krijuar ka stile dhe duke ngritur akuza të rënda bëjnë që zbatimi i masës së sigurisë bën që ai të mos ketë më asnjë shans për të komunikuar me drejtsinë në bazë të drejtave të tij kushtetuese dhe procedurale. Prandaj, megjithatë është vendimi i tij për të ardhur apo për të mos ardhur, për të paraqitur, por në kushtet që nuk ka asnjë informacion, nuk ka asnjë provë, nuk ka asnjë material për akuzat që i ngrihet, vetëm po të jetë i çmendur të vit paraqitet. Gjia kam të pyetje. Para se fundi, para pak vitesh një zyrtar i lartë i Partisë Socialiste ka në media që personi që mboni është arrestuar. Keni një qëndrim me këtë dhe së dyti ditët e fundit ka qarkulluar. Është së shkurt. Okej. Së dyti ka informacione që dalin në media që ju e keni thonë në deklaratën që keni mbajtur përpara kësaj për mediat që klienti juaj është biznesmen. Po, patjetër. Dhe është i regjistruar tek Durrëna tek park. Tashi për sa i përket pyetjes parë për lidhur me një deklarim që është arrestuar, fakti që është arrestuar e ka vetë përgjigjen për shkak të shumë thashë themeve, të shumë opinioneve, me qëllim pa qëllim, me nën tekste ose me tekste, kështu që nuk mund të përgjigjem më shumë se kaq. Për sa nga radhët e Partisë Socialiste. Unë ti e di që unë jam pa parti, jam i depolitizuar dhe s'kam qenë asnjëherë. Jam në profesionin tim të lirë dhe i përkushtuar për atë mision që kam marrë bashkë me kolegët e mi. Por në lidhje me pyetjen e dytë, që zoti Agasi është biznesmen, kjo është e pakundërshtueshme sepse është lehtësisht aksesueshme në QKB për të pozicionuar pozicionin e tij në biznes. A keni komunikuar me klientin tuaj zotja Xhia? Jo, unë deri tash kam komunikimet i kam me familjarët e tij, të cilët janë shumë të irrituar për opinionin që është përgatitur dhe që është ndikuar nga përhapja e materialeve, të cilat jo që janë sekret, por nuk e kemi më shumë të sekret, është e drejtë e tyre dhe të mbajnë përgjegjësi vetë. Por ne kemi të kjo që mënyra se si janë serviru, segmente të veçanta, pa lidhje, bëjnë që të ngarkohet me përgjegjësi penale dhe të kriminalizohen tash edhe kontaktet dhe shoqëritë që kanë njerëzit me njëri tjetrin. Pavarësisht dyshimeve që ka tek drejtësia, sipas jush, do t'i bënit ju apel klientit tuaj të vetë dorëzohet dhe të paraqitet? Në momentin ju siguroj që në momentin që ne, organi akuzës, do na vënë në dispozicion materialet që i ka që nga viti 2023, ju siguroj unë personalisht që unë do t'i kërkoj klientit tim, sepse unë e di të paktën deri tash se po të ishin materiale që provonin fajsinë e tij, do t'i vënë me herë në dispozicion. Fakti që ata si vënë në dispozicion do tregon që ata e kanë shumë të errët procesin e të provuarit.
Për shembull, një mund të sjell heqja palishme e lirisë të një shtetasi që e lidhin me klientin tim është absurditet, s'ka të bëj fare, sepse e lidhin me një pjesëmarrje në tender, ndërkohë që ky s'ka qenë fare në tender. Çfarë përgjigje morët ju sot nga prokuroria për vënë në dispozicion të materialeve? Pse po vonohen kaq? Absolutisht, unë e kam ruajtur shumë etikën profesionale dhe ligjore. Çdo gjë komunikim e kam bërë me shkresë, qoftë me prokurorin e çështjes, qoftë edhe me institucionet që sapo ju paraqita për ruajtjen e sekretit dhe ruajtjen e dinjitetit personit. A keni ushteg ligjor të apeloni masën? Absolutisht, tash. Bazuar në procedurës, ne nuk kemi asnjë mjet më për të kaluar në etapat e mëtejshme procedurale. Keni besim që ILD-ja do hetoj për nxjerrjen e sekretit timor? Po ILD-ja dhe KLP-ja s'ka kthyer akoma përgjigje Erion Veli si kryetarit ose kryetarit të bashkisë aktual për një kërkesë që ankimon ndaj prokurorit. Paktën kthej. Unë e kuptoj orientimin, pozicionimin, po të paktën autoriteti dhe serioziteti i një institucioni do të kthej përgjigje. Ktheja negative, e verifikuam dhe nuk u bë. Kështu që nuk kam shumë shpresë. Duke e falenderuar, mirupafshim.